Selam hoxh, a lejohet gjatë ciklit bëjmë rukje? Zoti shpërbleft. Amin. Aleikum selam. Lejohet me të bërë rukje personi adekuat edhe gjatë kësaj gjendje në të cilën ti je. Pastaj nëse dënë me i bërë vetë rukje vetit, me i lezu vetit Kur'an, ndoshta është ma mirë me prit derisa të kalon kjo gjendje. Ti me i lezu vetit Kur'an. Jo se është ndaluar leximi i Kuranit përmensh, por ndoshta ti nuk i din surët përmensh, e du të me qitë aty para vetës, e me prejke ku e diqka Kuranin, prandaj ndoshta vetë nëse ke njetë, me ik mirë është. Por nëse ke terapi, në të cilën ti lexon rregullisht ajetu kursin, elhamin, fillimisht ajetu kursin, disa jetet të caktuara që ti ka dhënë hoxha, të ka këshillu me i lexu, kullu vallahu felekin nasin, edhe i thu këto të gjitha përmensh, bën tasbih, bën dhikr. Në këto raste lejohet, s'ka problem. Ama me qelë Kuranin tim, me anis një proces të rukjes nga aja deri në gjë vetë, në këtë gjendje, ndoshta është ma mirë me ju largu, edhe pse nuk është ndaluar nëse i din përmensh që s'ki nevoj me prek mushafin. E nëse shkon të hoxha prap, është e lejuar kjo gjë. Lutë Allahun që ty edhe gjithë musliman të shërojnë nga sprovat e kësaj natyre dhe sprovat në përgjithësi. Amin.